Në mars të vitit 1997, kur turma e zemëruar pushtoi zyrat qeveritare në Vlorë, një ekip i vogël ushtarak hyri në një bunker të fshehtë në Tiranë dhe gjeti diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dosje me kodin Shikultra, të mbyllura me vula të kuqe që përmbanin regjistra të detajuara të bisedave telefonike të çdo politikani të rëndësishëm shqiptar, plane evakuimi për rastin e një grushti shteti dhe lista me emra. Lista që përmbanin jo vetëm kundërshtar politik, por edhe aleat të supozuar të regjimit. Këto dokumente ishin aq sekrete sa edhe oficer të lartë të Shikut nuk dinin për ekzistencën e tyre. Por çfarë ishte më shokuese? Në qoshe të çdo faqeje, me shkrim dore, shihej një firmë e njëjtë, inicialet BG. Brenda 24 orëve nga zbulimi, këto dosje u zhdukën pa gjurmë nga bunkeri. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin këto regjistra që edhe sot, pas më shumë se 25 vitesh, askush nuk guxon të flas hapur për to. Në këtë dokumentar, ne do të ndjekim gjurmët e njeriut që njihej si Hija Bashkim Gazidede, shefi i shërbimit sekret më të frikshëm në historinë moderne të Shqipërisë, njeriu që dinte çdo sekret, çdo dobësi, çdo frikë të elitës politike shqiptare. Kur flasim për vitin 1997, kur vendi u zhyt në kaos dhe piramida financiare shembën ëndrat e qindra mijëra familjeve, ne shpesh harrojmë të pyesim, kush kontrollonte vërtet situatën? Kush vendoste se cilat protesta do të shtypen dhe cilat do të lejoheshin të rriten? Kush dëgjonte bisedat private të liderëve të opozitës dhe kush vendoste se kush do të arreste dhe kush do të lirohej? Përgjigja qëndron në një zyrë padritare në katin e tretë të një ndërtese gri në qendër të Tiranës, ku një burr me sy të ftohtë dhe zë të ulët mbante në duar fatet e një kombi të tërë. Bashkim Gazidede nuk ishte thjesht një burokrat i sigurisë. Ai ishte arkitekti i një sistemi që funksiononte në hije, larg syve të publikut, larg kamerave dhe gazetarëve. Kur u emërua kryetari i shërbimit informativ kombëtar në vitin 1994, shumë e konsideruan atë si një zgjedhje teknike, një oficer me përvojë që do të modernizonte shërbimin e inteligjencës pas rënies së komunizmit. Por ata që e njihnin nga afër dinin të vërtetën, Gazidede nuk ishte thjesht një ekzekutues i urdhrave. Ai ishte një strateg, një njeri që kuptonte se në Shqipërinë e pas luftës së ftohtë, informacioni nuk ishte thjesht pushtet, ishte mbijetesë. Në vitet e para të demokracisë, kur partitë politike luftonin për pushtet dhe krimi i organizuar fillonte të rrënjosej thellë në strukturat e shtetit, Shiku u bë më shumë se një shërbim inteligjence. U bë një shtet brenda shtetit. Dhe në krye të këtij shteti qëndronte Bashkim Gazidede. Por si arriti një oficer relativisht i panjohur të bëhej njeriu më i frikshëm në Shqipëri? Çfarë e bëri Sali Berishën, kryeministrin e atëhershëm, ti besonte atij sekretet më të errëta të shtetit? Dhe më e rëndësishmja, çfarë dinte Gazidede që e bënte atë të paprekshëm, edhe kur akuzat kundër tij filluan të grumbulloheshin si re stuhje mbi kokën e tij? Le të kthehemi në fillim. Në vitet 80, kur Shqipëria ishte ende nën diktaturën e Enver Hoxhës, Bashkim Gazidede ishte një oficer i ri në sigurimin e shtetit, shërbimin sekret komunist që kontrollonte çdo aspekt të jetës së shqiptarëve. Ai nuk ishte nga familjet e mëdha të nomenklaturës, babai i tij ishte një inxhinier i thjeshtë, nëna mësuese. Por Gazidede kishte diçka që e veçonte nga kolegët e tij, një aftësi të jashtëzakonshme për të lexuar njerëzit, për të kuptuar motivet e tyre, për të parashikuar veprimet e tyre. Në dosjet e vjetra të sigurimit që sot ruhen në arkivin e Autoritetit për informimin mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit, gjenden raporte të shkruara nga Gazidede në vitet 80, raporte që tregojnë një mendje analitike, të ftohtë, të paanshme. Ai nuk ishte një ideolog i zjarrt komunist. Ai ishte një profesionist. Dhe kjo profesionalizëm do të bëhej arma e tij më e fortë në vitet që do të vinin. Kur komunizmi ra në vitin 1990, shumë oficer të sigurimit u larguan nga shërbimi, të friksuar nga hakmarrja e mundshme ose thjesht të pasigurt për të ardhmen e tyre. Por Gazidede mbeti. Ai e kuptoi se çdo regjim, pavarësisht ngjyrës politike, ka nevojë për një shërbim inteligjence. Dhe ai pozicionoi veten si njeriu i duhur në kohën e duhur. Kur Partia Demokratike erdhi në pushtet në vitin 1992, Sali Berisha kishte nevojë për njerëz që i njihnin sekretet e vjetra, që dinin se ku ishin varrosur kufomat e regjimit të kaluar. Gazidede ishte një nga këta njerëz. Por ai nuk ishte thjesht një mbijetues i sistemit të vjetër. Ai ishte një vizionar i sistemit të ri.
Në vitin 1994, kur Shiku u krijua zyrtarisht si pasardhës i sigurimit të shtetit, Gazidede u emërua në krye të tij. Ishte një zgjedhje kontroverse. Shumë në opozitë e akuzuan Berishën se po vendoste një ish oficer të sigurimit në krye të shërbimit të ri të inteligjencës. Por Berisha e dinte se kishte nevojë për dikë që kuptonte lojën, dikë që nuk do të tronditej nga presioni politik, dikë që do të mbante sekrete. Dhe Gazidede ishte pikërisht ky njeri. Në vitet që pasuan, Shiku u bë një nga institucionet më të fuqishme dhe më të frikshme në Shqipëri. Në drejtimin e Gazidedes, shërbimi nuk merrej vetëm me kërcënime të jashtme. Ai monitoronte opozitën, mbante nën survejim gazetar, ndërhynte në çështje të brendshme politike. Ish punonjës të Shikut, që sot flasin në kushte anonimiteti, tregojnë se Gazidede kishte krijuar një rrjet informatorësh kaq të gjerë sa asnjë bisedë e rëndësishme politike nuk mbetej e padëgjuar. Ai dinte çdo lëvizje të opozitës para se ajo të ndodhte. Ai dinte çdo plan, çdo takim sekret, çdo aleancë të fshehtë. Por kjo nuk ishte thjesht paranojë. Ishte kontroll. Kontroll absolut. Dhe ky kontroll arriti kulmin e tij në vitin 1997, kur Shqipëria u zhyt në kaosin më të madh që kishte njohur që nga rënia e komunizmit. Le të flasim për paratë. Sepse në fund të fundit, kriza e vitit 1997 nuk ishte thjesht një krizë politike. Ishte një krizë ekonomike që shkatërroi jetën e qindra mijëra familjeve. Skema piramidale që kishin premtuar fitime të pabesueshme, deri në 100% në vit, tërhoqën kursimet e pothuajse çdo familjeje shqiptare. Njerëzit shisnin shtëpitë, tokën, bizneset e tyre për të investuar në këto skema. Dhe kur piramida filloi të shembej në fillim të vitit 1997, miliarda dollar u avulluan brenda natës. Por këtu vjen pyetja që askush nuk e bëri me zë të lartë atëherë, si ishte e mundur që Shiku, shërbimi i inteligjencës që supozohej të mbante nën kontroll çdo kërcënim për sigurinë kombëtare, nuk e pa këtë katastrofë duke ardhur. A ishte vërtet i verbër Bashkim Gazidede ndaj asaj që po ndodhte? Apo ai e dinte saktësisht çfarë po ndodhte dhe kishte arsyet e veta për të mos ndërhyrë? Disa ish analistë të Shikut, që sot jetojnë jashtë Shqipërisë, tregojnë një histori tjetër. Ata thonë se Gazidede kishte raportuar për rrezikun e skemave piramidale që në vitin 1996. Ai kishte paralajmëruar se këto kompani nuk ishin thjesht biznese të dyshimta, ishin bomba me sahat që do të shpërthente dhe do të destabilizonte vendin. Por raportet e tij u injoruan. Pse? Sepse shumë nga njerëzit e afërt me qeverinë kishin lidhje me këto skema. Sepse paratë rrjedhin lart dhe askush nuk donte të ndalonte rrjedhën. Dhe Gazidede, njeriu që dinte çdo sekret, u detyrua të heshë dhe të shikonte katastrofën duke u zhvilluar para syve të tij. Kur piramida më e madhe, Vefa Holding, shpalli falimentin në janar të vitit 1997, Shqipëria shpërtheu. Protestat filluan në jug, në Vlorë, ku njerëzit kishin humbur më shumë se kudo tjetër. Brenda disa ditësh, protestat u përhapën në të gjithë vendin. Qeveria e Berishës u përball me një krizë ekzistenciale. Dhe në këtë moment kritik, të gjitha shikimet u kthyen nga Bashkim Gazidede. Çfarë do të bënte Shiku? A do të përdorte forcën për të shtypur protestat? A do të arrestonte liderët e opozitës që po nxisnin rebelimin? A do të shpallej gjendja e jashtëzakonshme? Gazidede ishte njeriu që duhej të jepte përgjigje. Por ai ishte gjithashtu njeriu që dinte se çdo vendim i gabuar mund ta kthente Shqipërinë në një luftë civile. Ish oficer të Shikut tregojnë se në ato javë kaotike, Gazidede punonte 24 orë në ditë. Ai koordinonte operacione inteligjence, mblidhte informacione nga terren, raportonte drejt për drejt te Berisha. Por ai gjithashtu po bënte diçka tjetër, po përgatiste plane evakuimi. Jo vetëm për presidentin dhe kryeministrin, por edhe për veten e tij. Sepse Gazidede e dinte se nëse situata dilte jashtë kontrollit, ai do të ishte një nga objektivat e para të hakmarrjes popullore. Ai e dinte se emri i tij ishte në krye të listës së njerëzve që turma e zemëruar donte të shihte të përgjigjej për vitet e survejimit, të arrestimeve, të abuzimeve me pushtetin. Por le të ndalemi këtu për një moment dhe të pyesim, kush ishte vërtet Bashkim Gazidede? Jo figura publike, jo shefi i Shikut, por njeriu prapa maskës. Ata që e njihnin personalisht e përshkruajnë si një njeri të qetë, pothuajse të ftohtë.
Ai nuk ishte nga ata që bërtiste ose kërcënonte. Ai fliste me zë të ullët, zgjidhte problemet me logjik, jo me emocione. Familja e tij jetonte një jetë relativisht modeste, një apartament në Tiranë, asnjë shfaqje luksi. Por kjo thjeshtësi ishte mashtruese. Sepse ndërsa familja e tij jetonte me një pagë zyrtare prej rreth 30.000 lekësh në muaj, ekuivalenti i rreth $300 amerikan, Gazidede kontrollonte një buxhet të fshehtë të shikut që arrinte në miliona dollar. Ku shkonin këto para? Kush i menaxhonte? Dhe sa prej tyre përdoreshin për operacione legjitim të inteligjencës dhe sa për qëllime të tjera? Këto janë pyetje që mbeten pa përgjigje edhe sot. Por një gjë është e qartë, në Shqipërinë e viteve 90, ku kufiri midis shtetit dhe krimit të organizuar ishte i paqartë, ku korrupsioni ishte norma dhe jo përjashtimi, një njeri me akses në informacione të tilla sensitive dhe në fonde të tilla të mëdha kishte një pushtet që shkonte përtej çdo pozicioni zyrtar. Gazidede nuk ishte thjesht një shef i shërbimit sekret. Ai ishte një nga njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri. Dhe kjo fuqi e bënte atë edhe një nga njerëzit më të rrezikshëm. Në mars të vitit 1997, kur situata në jug u bë e pakontrollueshme dhe grupe të armatosura filluan të sulmojnë institucione shtetërore, qeveria e Berishës mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Ushtria u vendos në gatishmëri të plotë. Shiku mori autorizim për të përdorur çdo mjet të nevojshëm për të rivendosur rendin. Dhe Bashkim Gazidede u gjet në qendër të stuhi. Por këtu fillon pjesa më e errët e historisë. Sepse çfarë ndodhi vërtet në ato javë të marsit dhe prillit të vitit 1997 mbetet një nga misteret më të mëdha të historisë moderne shqiptare. Ka raporte për operacione të fshehta të shikut në jug, për arrestime masive, për përdorimin e forcës së tepruar kundër protestuesve. Ka akuza se Gazidede personalisht urdhëroi vrasjen e disa liderëve të rebelimit. Ka pretendime se ai koordinoi me grupe kriminale për të destabilizuar më tej situatën dhe për të justifikuar një përgjigje më të ashpër ushtarake. Por ka gjithashtu versione të tjera. Ka ish oficer që thonë se Gazidede në fakt ishte zëri i arsyes në ato ditë kaotike, se ai këshilloi Berishën të mos përdorte forcën e tepruar, se ai paralajmëroi se një përgjigje ushtarake e ashpër do të kthente protestuesit në martir dhe do ta kthente opinionin ndërkombëtar kundër Shqipërisë. Kush thot të vërtetën? Dhe pse, pas më shumë se 25 vitesh, ne ende nuk e dim me siguri? Në prill të vitit 1997, ndërsa presioni ndërkombëtar rriti dhe qeveria e Berishës u detyrua të pranonte zgjedhje të parakohshme, Bashkim Gazidede u bë objektivi kryesor i opozitës. Partia Socialiste, e udhëhequr nga Fatos Nano, e akuzoi atë për krime kundër popullit, për abuzim me pushtetin, për përdorimin e shikut si një mjet represioni politik. Kur socialistët fituan zgjedhjet në qershor të vitit 1997, fati i Gazidedes ishte i vullosur. Brenda disa ditësh nga marrja e pushtetit nga qeveria e re, u lëshua një urdhër arresti kundër tij. Akuzat ishin të rënda: abuzim me detyrën, shpërdorim të fondeve publike, organizim i operacioneve të paligjshme kundër qytetarëve. Por Bashkim Gazidede nuk ishte atje për t'u arrestuar. Ai kishte ikur. Në natën e 28 qershorit, pak orë para se policia të rrethonte shtëpinë e tij, Gazidede u zhduk. Disa thonë se ai u largua me një makinë të shikut drejt kufirit me Maqedoninë. Të tjerë pretendojnë se ai u ndihmua nga rrjeti i tij i vjetër i informatorëve për të kaluar në Greqi. Por destinacioni përfundimtar ishte i njëjtë, Turqia. Stambolli, qyteti ku shumë figura të diskutuara shqiptare kishin gjetur strehim në vite. Por pse Turqia? Çfarë lidhjesh kishte Gazidede atje? A kishte ai operuar në Turqi gjatë viteve të tij në shik? A kishte ai kontakte me shërbimet e inteligjencës turke? Dhe më e rëndësishmja, çfarë sekretesh mori me vete kur iku? Në vitet që pasuan, Bashkim Gazidede jetoi në ekzil në Stamboll. Ai mbante një profil të ulët, shmangej nga mediat, rrallë takohej me shqiptar. Por ai nuk ishte i harruar. Në Shqipëri, emri i tij vazhdonte të ngjallte debate të zjarrta. Për disa, ai ishte një kriminal që kishte shpëtuar nga drejtësia. Për të tjerë, ai ishte një profesionist që kishte bërë detyrën e tij në kohë të vështira dhe ishte bërë kurban i një gjuetie politike. Në vitin 1998, pas kthimit të Partisë Demokratike në pushtet, Gazidede u kthye në Shqipëri.
Akuzat kundër tij u hoqën zyrtarisht për mungesë provash, por të gjithë e dinin se ishte një vendim politik. Ai u përpoq të rikthehej në jetën normale, por hija e së kaluarës e ndiqte kudo. Ai nuk mori më asnjë pozicion zyrtar. Jetoi në heshtje, larg vëmendjes publike. Dhe në vitin 2008, Bashkim Gazidede vdiq nga një sëmundje e rëndë. Vdekja e tij kaloi pothuajse pa u vënë re nga media. Nuk pati ceremoni zyrtare, nuk pati fjalime përkujtimore nga ish kolegë. Ai u varros në heshtje, ashtu siç kishte jetuar pjesën e fundit të jetës së tij. Por pyetjet që ai la pas mbeten të gjalla. Çfarë dinte Bashkim Gazidede që ne nuk e dim? Çfarë sekretesh mori me vete në varr? Dhe nëse ai do të fliste sot, çfarë do të na tregonte për vitet e errëta të viteve 90, për njerëzit që kontrollonin pushtetin, për vendimet që formuan Shqipërinë moderne? Deri në momentin e fundit kam besuar se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Bashkim Gazidedes, duart ende duke i rënë në drodhi pas 35 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Në këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të Shikut flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimet e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit të Berishës në vitin 1997. Një prej tyre, le ta quajmë agronëm, ishte përgjegjës për sigurinë fizike të Gazidedes nga viti 1995 deri në vitin 1997. Ai tregon se në javët e para të marsit, kur protestat në jug po bëheshin gjithnjë e më të dhunshme, Gazidede e thiri në zyrën e tij pa dritare në orën 3 të mëngjesit. Ai nuk flinte më, kujton agron. Çdo natë qëndronte në zyrë duke lexuar raporte, duke dëgjuar përgjime telefonike, duke studiuar harta të Vlorës dhe Sarandës. Por ajo natë ishte ndryshe. Ai më tha, agron, nëse gjërat shkojnë keq, ti do të jesh njeriu i fundit që do të më shoh gjallë. Nuk e kuptova atëherë çfarë donte të thoshte. Por tani, pas kaq vitesh, e kuptoj. Ai po përgatitej për fund. Por çfarë e bëri Gazideden të besonte se fundi po afrohej? A ishin thjesht protestat që po përhapeshin si zjarr në shkure? Apo kishte ai informacione të tjera, më të thella, më të errëta? Agron më nguron para se të vazhdoj, por pastaj thot diçka që na ngrin gjakun, ai kishte një dosje të kuqe në sirtar. E mbante të kyçur gjithmonë. Një natë, kur ai doli për pak minuta, unë pash se e kishte lënë të hapur. Brenda kishte një listë me emra. 25 emra. Disa i njëja ishin general, ministra, deputet. Dhe në krye të listës, me shkronja të mëdha, shkruante, prioritet absolut, eliminim para kolapsit. Kur Gazidede u kthye dhe më pa duke shikuar, nuk tha asgjë. Thjesht e mbylli dosjen dhe më shikoi me ato sy të ftohtë. Që atë moment, unë e dija se isha dëshmitar i diçkaje që nuk duhej të shija kurrë. Ndërsa Shqipëria po shkatërrohej nga brenda, ndërsa njerëzit po humbisnin kursimet e një jete në skema piramidale, ndërsa familje të tëra po mbeteshin në rrugë, Bashkim Gazidede jetonte në një botë paralele. Apartamenti i tij zyrtar në Tiranë ishte modest, 3 dhoma, mobilje të thjeshta, asnjë shenjë luksi. Por ajo që publiku nuk e dinte ishte se Shiku kishte në dispozicion disa vila të fshehta në periferi të Tiranës dhe në bregdetin e Durrësit. Këto vila nuk shfaqeshin në asnjë regjistër zyrtar. Ato ishin shtëpi të sigurta për operacione të fshehta, por gjithashtu shërbyen si vende pushimi për elitën e shërbimit. Një ish punonjës i administratës së Shikut, që sot jeton në Gjermani dhe flet vetëm në kushte anonimiteti, zbulon detaje shokuese. Në vitin 1996, kur ekonomia po fillonte të lëkundej, Gazidede urdhëroi rinovimin e plot të një vile në Durrës. Kostoja ishte rreth 50 milion lek, ekuivalenti i rreth $500.000 amerikan. Për krahasim, paga mujore e një mësuesi në atë kohë ishte rreth 8.000 lek. Me atë shumë, një mësues do të duhej të punonte më shumë se 600 vjet për të fituar aq sa u shpenzua për atë vilë. Por askush nuk pyeti. Askush nuk guxoi të pyeste. Sepse pyetjet për Shikun ishin pyetje të rrezikshme. Kjo vilë nuk ishte thjesht një vend pushimi. Ajo ishte një qendër komandimi alternative, e pajisur me sisteme komunikimi të koduara, me gjenerator elektrik të pavarur, me depot ushqimore që mund të mbanin një grup njerëzish për muaj të tërë. Gazidede po ndërtonte jo thjesht një strehim luksi, por një bunker për ditët e errëta që ai e dinte se po vinin.
por le të flasim për paran. Sepse në fund të fundit, çdo histori pushteti është gjithashtu një histori parash. Buxheti zyrtar i Shikut në vitet 90 ishte një sekret shtetëror. Por sipas dokumenteve që janë zbuluar vitet e fundit nga gazetar hetues, vetëm në vitin 1996, Shiku kishte një buxhet prej rreth 3 miliard lekësh, ekuivalenti i rreth 30 milion dollarëve amerikan. Kjo ishte më shumë se buxheti i Ministrisë së Arsimit. Më shumë se buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Ku shkonin këto para? Zyrtarisht për operacione inteligjence, për pagat e agjentëve, për pajisje teknike. Por realiteti ishte shumë më kompleks. Një ish kontabilist i Shikut që sot jeton në Itali tregon një histori që duket e pabesueshme. Çdo muaj, një shumë e konsiderueshme tërhiqej nga llogaritë e Shikut në para të gatshme. Këto para nuk regjistroheshin në asnjë libër kontabiliteti. Ato thjesht zhduken. Kur pyeta e prorët e mi se ku shkonin, më thanë, operacione të klasifikuara. Nuk është puna jote. Por unë e dija se diçka nuk shkonte. Sepse shumat ishin shumë të mëdha, ndonjëherë deri në 10 milion lekë në muaj. Dhe askush nuk jepte llogari. Ku shkonin këto para? A përdoreshin ato për të paguar informator? A përdoreshin për të blerë heshtjen e njerëzve që dinin shumë? A përdoreshin për të financuar operacione të paligjshme? Apo thjesht përfundonin në xhepat e atyre që ishin në krye të piramidës së pushtetit? Ndërsa kriza thellohej në pranverën e vitit 1997, Bashkim Gazidede gjendej në një pozicion të pamundur. Nga njëra anë, ai ishte në presion të vazhdueshëm nga Sali Berisha për të përdorur çdo mjet të nevojshëm për të shtypur rebelimin. Nga ana tjetër, ai e dinte se çdo veprim i gabuar mund ta kthente Shqipërinë në një luftë civile të plotë. Dhe kishte edhe një dimension tjetër, më personal. Gazidede e dinte se ai ishte bërë figura më e urryer në vend pas Berishës. Emri i tij përmendej në çdo protestë, në çdo thirrje për drejtësi. Njerëzit nuk bërtisnin vetëm kundër qeverisë, ata bërtisnin kundër Shikut, kundër hijes, kundër njeriut që i kishte spionuar, i kishte ndjekur, i kishte frikësuar për vite me radhë. Në këtë kontekst, Gazidede filloi të bëjë diçka që askush nuk e priste. Ai filloi të mbante distancë nga Berisha. Në mbledhjet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ai nuk ishte më zëri i ashpër që kërkonte veprim të menjëhershëm. Ai filloi të fliste për zgjidhje politike, për dialog me opozitën, për shmangjen e gjakderdhjes. Disa e interpretuan këtë si një shenjë dobësie. Të tjerë e panë si një lëvizje strategjike. Gazidede po përgatitej për atë që do të vinte pas rënies së Berishës. Ai po pozicionohej si një figurë teknike, jo politike, si dikush që thjesht kishte bërë detyrën e tij dhe nuk duhej të mbante përgjegjësi për vendimet politike të qeverisë. Por a ishte kjo e vërtetë? A ishte Gazidede vërtet thjesht një ekzekutues i urdhrave? Apo ai kishte qenë një nga arkitektët kryesor të politikave represive të regjimit? Në prill të vitit 1997, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Një grup i armatosur sulmoi një konvoj ushtarak në afërsi të Vlorës. 5 ushtarë u vranë, 10 të tjerë u plagosën. Ishte sulmi më i përgjakshëm deri në atë moment. Qeveria e Berishës reagoi me ashpërsi, u shpall gjendja e jashtëzakonshme në të gjithë vendin, u vendos ora policore, u dërguan trupa shtesë në jug. Dhe Bashkim Gazidede mori një urdhër të drejtpërdrejtë nga Berisha, gjej kush qëndron pas këtij sulmi dhe eliminoje kërcënimin. Por këtu fillon një nga misteret më të mëdha të asaj periudhe. Sepse sipas disa burimeve, Gazidede nuk e ekzekutoi këtë urdhër. Ai raportoi se po hetonte, se po mblidhte informacione, se po identifikonte përgjegjësit. Por në realitet, ai nuk bëri asgjë. Pse? Një teori thotë se Gazidede e kuptoi se situata ishte jashtë kontrollit dhe se çdo veprim i mëtejshëm represiv do ta thellonte krizën. Një teori tjetër, më e errët, thotë se Gazidede kishte filluar tashmë të negocionte me opozitën, se ai po kërkonte një rrugdalje për veten e tij, një garanci se nuk do të ndiqej penalisht nëse regjimi rrëzohej. Dhe ka edhe një teori të tretë, më shokuese, se Gazidede vet kishte lidhje me disa nga grupet e armatosura në jug, se ai kishte krijuar këto lidhje vite më parë si pjesë e operacioneve të Shikut, dhe se tani këto lidhje po ktheheshin kundër tij.
Në maj të vitit 1997, kur u bë e qartë se qeveria e Berishës nuk mund të mbijetonte dhe se zgjedhjet të parakohshme ishin të pashmangshme, Bashkim Gazidede filloi të shfaqte shenja të dukshme stresi. Kolegët e tij tregojnë se ai kishte humbur peshë, se flinte pak, se pinte shumë kafe dhe duhan. Por më shqetësuese ishte sjellja e tij ndaj stafit. Ai kishte filluar të bëhej paranojak. Ai ndryshoi kodin e hyrjes në zyrën e tij 3 herë në një javë. Ai urdhëroi që të gjitha bisedat telefonike në ndërtesën e shikut të regjistroheshin, duke përfshirë edhe telefonat e zyrtarëve të larë. Ai filloi të takojë me njerëz në vende të çuditshme, në parqe, në kafene të largëta, në makina në lëvizje. Ishte sikur ai po përgatitej për diçka. Por për çfarë? Një ish shofer i shikut që e shoqëronte Gazideden në ato ditë, tregon një episod të çuditshëm. Një mbrëmje, në fund të majit, ai më tha të ndaloja makinën pranë liçenit artificial. Ishte errësirë. Ai zbriti dhe u takua me një burr që nuk e kisha parë kurrë më parë. Biseduam për rreth 15 minuta. Nuk dëgjova çfarë than, por pash se burri i dha Gazidedes një zarf. Kur u kthye në makinë, ai ishte i zbehë. Nuk foli gjatë gjithë rrugës deri në shtëpi. Dhe kur arrituam, ai më tha, nëse dikush të pyet ndonjëherë për këtë takim, ti nuk e ke parë asgjë. E kupton? Unë thash po. Por edhe sot, pas kaq vitesh, nuk e di kush ishte ai burr dhe çfarë kishte në atë zarf. Ndërsa qeveria e Berishës po shembej, ndërsa Partia Socialiste po përgatitej për fitoren e saj elektorale, Bashkim Gazidede po bënte lëvizjet e tij të fundit. Ai filloi të shkatërroi dokumente. Jo të gjitha, ai ishte shumë i zgjuar për këtë. Por dokumente specifike, dosje specifike, regjistra specifike. Punonjës të shikut tregojnë se në javët e fundit të qeverisë Berisha, makina për shkatërimin e dokumenteve në ndërtesën e shikut punonte 24 orë në ditë. Thas të tëra me letra të grira transportoheshin çdo natë dhe digjeshin në një vend të panjohur. Çfarë përmbante ato dokumente? Çfarë sekretesh po fshieshin përgjithmonë? Disa thonë se ishin dosje për operacione të paligjshme kundër qytetarëve. Të tjerë thonë se ishin prova për korrupsion dhe keqpërdorim të fondeve. Por ka edhe një teori më interesante, se Gazidede po shkatëronte prova që mund ta komprometonin jo vetëm atë, por edhe figura të tjera të larta, figura që do të mbijetonin rënien e Berishës dhe do të vazhdonin të luanin role të rëndësishme në politikën shqiptare. Në këtë mënyrë, ai po krijonte një lloj sigurie për veten e tij, nëse ai do të ndiqej, ai mund të kërcënonte se do të zbulonte sekretet e të tjerëve. Ishte një formë e sigurimit të ndërsjell, një pakt heshtjeje që do të mbronte të gjithë ata që kishin diçka për të fshehur. Por jo të gjithë në shik ishin besnik ndaj Gazidedes deri në fund. Kishte njerëz që e shihnin atë si një pengesë për të ardhmen e tyre. Kishte njerëz që mendonin se duke e tradhtuar atë, ata do të fitonin favor të qeveria e re socialiste. Dhe kishte një njeri në veçanti që po luante një lojë të dy fish, le ta quajmë Artan K, zëvendësdrejtori i shikut për operacionet e brendshme. Artan ishte një nga njerëzit më të afërt të Gazidedes. Ai kishte qenë me të që nga viti 1994. Ai e njihte çdo sekret, çdo operacion, çdo dosje të fshehtë. Por në pranverën e vitit 1997, Artan filloi të takojë fshehurazi me njerëz nga Partia Socialiste. Ai po ofronte informacione. Ai po negocionte imunitet për veten e tij në këmbim të bashkëpunimit. Dhe më e rëndësishmja, ai po përgatiste terrenin për të dëshmuar kundër Gazidedes nëse do të ishte e nevojshme. Gazidede e dyshonte këtë? Shumë prej atyre që e njihnin thonë se po. Ata thonë se në javët e fundit para zgjedhjeve, Gazidede kishte filluar të mbante distancë nga Artan, se ai nuk e ftonte më në mbledhjet më të rëndësishme, se ai kishte filluar të kontrollonte çdo lëvizje të tij. Por nëse Gazidede e dinte se Artan po e tradhtonte, pse nuk veproi? Pse nuk e arrestoi, nuk e largoi, nuk e neutralizoi? Përgjigja mund të jetë e thjeshtë dhe e tmerrshme në të njëjtën kohë, sepse Gazidede e dinte se koha e tij kishte mbaruar. Ai e dinte se çdo veprim i mëtejshëm do ta thellonte vetëm gropën e tij. Ai e dinte se betejë ishte humbur dhe se tani ishte çështje mbijetese, jo fitoreje. Në qershor të vitit 1997, kur rezultatet e zgjedhjeve u bën të qarta dhe Partia Socialiste fitoi me një shumicë dërmuese, Bashkim Gazidede e dinte se kishte vetëm disa orë para se të vinte fundi.
A I thiri një mbledhje të fundit me stafin e tij më të besuar. Ata që ishin atje tregojnë se ai ishte I qetë, pothuajse I ftohet. Ai nuk u ankua, nuk u zemërua, nuk u tregua I frikësuar. Ai thjesht u tha, koha jon ka mbaruar. Secili prej jush duhet të mendoj për veten e tij tani. Unë nuk mund t'ju mbaj më. Shkatërroni çdo gjë që mund t'ju komprometon. Dhe mos flisni kur për atë që kemi bërë këtu. Kur? Pastaj ai u ngrit, u dha dorën secilit prej tyre dhe doli nga zyra për herë të fundit. Brenda 24 orëve, ai do të ishte jashtë vendit. Por para se të largohej, ai bëri diçka që askush nuk e priste. Ai takoi Artan K një herë të fundit. Takimi ndodhi në një vilë të fshehtë në periferi të Tiranës. Askush tjetër nuk ishte atje. Çfarë u than ata dy njerëz në atë takim të fundit? Çfarë sekretesh shkëmbyen? Çfarë kërcënimesh u bën? Çfarë marrëveshjesh u arritën? Artan K nuk ka folur kur publikisht për atë takim. Dhe Gazidede e mori sekretin me vete në varr. Por një gjë është e qartë, pas atij takimi, Artan nuk dëshmoi kur kundër Gazidedes. Ai nuk dha kur informacionet që kishte premtuar te socialistët. Ai thjesht u tërhoq në heshtje dhe kur më nuk luajti një rol të rëndësishëm në politikën shqiptare. Çfarë I tha Gazidede atë natë që e bëri Artan të ndryshonte mendje? A ishte një kërcënim? A ishte një premtim? Apo ishte thjesht një kujtesë se sekretet që ata ndanin ishin shumë të rrezikshme për t'u zbuluar ndonjëherë? Kur Bashkim Gazidede u ngjit në atë avion për në Stamboll në natën e 28 qershorit, ai mori me vete diçka më shumë se vetëm rrobat e tij. Ai mori me vete një valixhe të vogël të zezë që nuk e la kur nga dora. Ata që e pan atë natë thonë se ai e mbante atë valixhe sikur jeta e tij varej prej saj. Çfarë kishte brenda? Dokumente? Para? Prova që mund ta mbronin atë nëse dikush do të përpiqej ta eliminonte? Askush nuk e di me siguri. Por një gjë është e qartë, ajo valixhe ishte siguracioni I tij për jetën, polica e tij e sigurimit në një botë ku ai kishte bërë shumë armiq dhe kishte shumë pak miq. Në vitet që pasuan, ndërsa ai jetonte në ekzil në Stamboll, ajo valixhe mbeti me të gjithmonë. Dhe kur ai vdiq në vitin 2008, ajo valixhe zhduku. Familja e tij tha se nuk e gjetën kurrë. Policia turke tha se nuk kishte asgjë të tillë në apartamentin e tij. Por njerëz që e njihnin Gazideden thonë se ai kishte marrë masa që ajo valixhe të mos binte kurrë në duar të gabuara. Ai kishte lënë udhëzime të qarta, nëse diçka I ndodhte atij, valixha duhej të dorëzohej te një person specifik, një person që ai I besonte plotësisht. Kush ishte ai person? Ku është ajo valixhe sot? Dhe çfarë sekretesh mban ajo ende? Kur shikojmë prapa në jetën e Bashkim Gazidedes, ne shohim një njeri që jetoi në kufirin midis pushtetit dhe paranojës, midis besnikërisë dhe tradhtisë, midis detyrës dhe krimit. Ai ishte një produkt I kohës së tij, një kohë kur Shqipëria po kalonte nga diktatura në demokraci, por ku shumë nga strukturat e vjetra të pushtetit mbijetuan dhe u përshtatën me realitetin e ri. Ai nuk ishte as hero, as kriminal I thjeshtë. Ai ishte diçka më komplekse, më e errët, më njerëzore. Ai ishte një njeri që e kuptoi se në botën e inteligjencës dhe të pushtetit, e vërteta është gjithmonë relative, besnikëria është gjithmonë e kushtëzuar dhe mbijetesa është gjithmonë prioriteti I parë. Por pyetja që mbetet është, a meriton një njeri si Bashkim Gazidede të gjykohet nga historia? A duhet ne ta shohim atë si një viktimë e sistemit që e krijoi, apo si një arkitekt I atij sistemi? A duhet ne ta kujtojmë atë si një profesionist që bëri detyrën e tij në kohë të vështira, apo si një njeri që abuzoi me pushtetin për qëllime personale dhe politike? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse historia e Bashkim Gazidedes nuk është thjesht historia e një njeriu. Është historia e një vendi që ende po përpiqet të kuptojë të kaluarën e tij, të ballafaqohet me sekretet e tij dhe të ndërtojë një të ardhme ku pushteti nuk do të jetë më një mjet për frikë dhe kontroll, por një mjet për shërbim dhe drejtësi. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Bashkim Gazidede, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehtë nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor të vitit 1998, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi rrjedhën e historisë së Shqipërisë moderne. Çfarë I detyroi ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem?
Në ato ditë të fundit të qeverisë Berisha, kur Gazidede po përgatitej për ekzilin e tij, ekzistonte një grup i vogël njerëzish që njiheshin vetëm me kodin rrethi i brendshëm. Ata nuk ishin thjesht oficer të shikull. Ata ishin konfidentët personal të Gazidedes, njerëzit që ai i besonte me jetën e tij, njerëzit që dinin çdo detaj të operacioneve më të fshehta. Por brenda këtij rrethi, po ndodhte diçka që Gazidede nuk e kishte parashikuar, po linte një ndarje e thellë. Nga njëra anë ishin ata që besonin se duhej të qëndronin besnik deri në fund, pavarësisht pasojave. Nga ana tjetër ishin ata që shihnin se anija po fundosej dhe që po kërkonin çarke shpëtimi. Një ish antar i këtij grupi, që sot jeton në Austri dhe flet vetëm me kusht që identiteti i tij të mbetet i fshehtë, zbulon se tensioni arriti kulmin në një mbledhje sekrete në fillim të qershorit. Ne u mblodhëm në një vilë në Daj. Ishin vetëm 9 prej nesh, 3 kishin ikur tashmë. Gazidede nuk ishte atje, por kishte dërguar një mesazh të regjistruar. Zëri i tij duke i lodhur, pothuajse i dorëzuar. Ai tha, ju e dini se çfarë po vjen. Secili prej jush duhet të vendos për veten e tij. Unë nuk mund t'ju mbaj më. Por kujtohuni, sekretet që ne ndajmë janë më të rrezikshme se çdo armë. Nëse dikush flet, ne të gjithë vdesim. Pas asaj mesazhi, ne u ndam në 2 grupe. 4 vendosën të iknin jashtë vendit. 5 vendosëm të qëndrojmë dhe të përballemi me atë që do të vinte. Por të gjithë betuam se nuk do të flisnim kurrë. Dhe deri sot, shumica prej nesh e kanë mbajtur atë betim. Por çfarë dinin këta njerëz që ishte aq e rrezikshme? Çfarë sekretesh mbanin që edhe pas më shumë se 25 vitesh, ata ende nuk guxojnë të flasin hapur? Përgjigja qëndron në një sistem që Gazidede kishte ndërtuar me kujdes gjatë viteve, një sistem që nuk regjistrohej në asnjë dokument zyrtar, që nuk diskutohej në asnjë mbledhje zyrtare, por që funksiononte me një efikasitet të frikshëm. Ky sistem kishte një emër të koduar, rrjeti hiri. Emri vinte nga mënyra se si funksiononte, si një rrjet hiri që kapte gjithçka, por që ishte pothuajse i padukshëm. Në thelb, rrjeti hiri ishte një strukturë paralele brenda shikut, e përbërë nga agjent që nuk shfaqeshin në asnjë listë zyrtare, që nuk merrnin paga të regjistruara, që nuk kishin zyrë apo pozicion formal. Ata ishin fantazma. Dhe puna e tyre ishte të mblidhnin informacione jo vetëm për armiqtë e shtetit, por edhe për aleatët e tij. Një ish antar i rrjetit hiri, që sot jeton në Kanada, tregon se si funksiononte sistemi. Unë isha rekrutuar në vitin 1995. Nuk kalova asnjë trajnim zyrtar. Nuk mora asnjë letër njoftim të shikull. Thjesht më thanë, ti do të jesh syt dhe veshët tanë në vende ku ne nuk mund të shkojmë. Puna ime ishte të frekuentoja ambiente të caktuara, restorante ku hanin politikan, klube ku takoheshin biznesmena, hotele ku qëndronin diplomatë të huaj. Unë dëgjoja, vëzhgoja, raportoja. Çdo javë, unë takohesha me një person të ndryshëm nga shiku, kur të njëjtin person 2 herë rresht. Unë jepja informacionin, merrja udhëzime të reja dhe zhdukesha përsëri. Pagesa vinte në para të gatshme, në një zarf, pa asnjë dokument. Ishte sikur unë nuk ekzistoja zyrtarisht. Dhe kjo ishte pikërisht ideja. Por rrjeti hiri nuk ishte vetëm për mbledhjen e informacioneve. Ai kishte edhe një funksion tjetër, më të errët, eliminimin e kërcënimeve. Jo në kuptimin fizik, të paktën jo gjithmonë. Por eliminimin në kuptimin e neutralizimit. Nëse dikush bëhej një problem për regjimin, rrjeti hiri aktivizohej. Informacione komprometuese zbuloheshin pa pritur. Skandale personale dilnin në shtyp. Biznese falimentonin në mënyrë misterioze. Martesa shkatërroheshin. Karriera përfundonin. Dhe gjithçka ndodhte në mënyrë aq natyrale sa askush nuk mund të provonte se ishte një operacion i orkestruar. Një gazetar hetues që në vitet e fundit ka studiuar dosjet e shikut, ka identifikuar të paktën 35 raste midis viteve 1994 dhe 1997 ku figura publike, politikan, gazetar, aktivist, biznesmena, u përballën me skandale ose fatkeqësi që i shkatëruan karrierat e tyre. Në shumicën e këtyre rasteve, thot gazetari, nuk ka asnjë provë të drejtpërdrejtë që shiku ishte i përfshirë. Por kur i shikon të gjitha së bashku, kur sheh modelin, kur sheh se si çdo viktim kishte qenë një kritik i regjimit ose një kërcënim për interesat e caktuara, bëhet e qartë se kjo nuk ishte thjesht një seri fatkeqësisht të rastësishme.
Ishte një strategji. Dhe në qendër të kësaj strategjie qëndronte Bashkim Gazidede. Por le të flasim për diçka që rrallë diskutohet kur flasim për njerëz si Gazidede, trupin e tyre. Sepse ndërsa ai kontrollonte jetën e të tjerëve, trupi i tij po e tradhtonte atë. Që nga mesi i viteve 90, Gazidede vuante nga probleme të rënda shëndetësore. Presioni i lartë i gjakut, problemet me zemrën, dhimbjet kronike të kokës. Por ai e mbante këtë sekret me xhelozi. Vetëm mjeku i tij personal dhe një infermiere e besuar dinin gjendjen e vërtetë. Çdo muaj, në orët e hershme të mëngjesit, kur zyrat e shikut ishin ende bosh, mjeku vinte fshehurazi për të bërë kontrolle. Nuk kishte asnjë regjistër mjekësor zyrtar. Nuk kishte asnjë recetë me emrin e tij. Medikamentet vinin në kuti pa etiketë. Ishte sikur edhe sëmundja e tij ishte një operacion i klasifikuar. Një ish infermiere që punonte në klinikën private ku Gazidede trajtohej ndonjëherë, tregon një detaj shqetësues. Në vitin 1996, ai erdhi për një kontroll rutinë. Rezultatet e analizave treguan diçka shqetësuese, shenja të hershme të një sëmundjeje serioze. Mjeku i rekomandoi trajtim të menjëhershëm dhe pushim. Por Gazidede refuzoi. Ai tha, unë nuk kam kohë për të sëmur tani. Jepni më diçka që më mban në këmbë. Mjeku i dha një kombinim ilaçesh të forta, disa për të kontrolluar simptomat, disa për të rritur energjinë. Por të gjithë në dhomë e dinim se kjo ishte vetëm një zgjidhje e përkohshme. Trupi i tij po thërriste për pushim, por mendja e tij nuk lejonte asnjë dobësi. Kjo mohim e dobësisë fizike ishte karakteristike për njerëz si Gazidede. Në një botë ku pushteti varet nga perceptimi i forcës, çdo shenjë dobësie është një ftesë për sulm. Dhe Gazidede e dinte këtë më mirë se kushdo. Ai kishte parë se si figura të tjera të pushtetit kishin rënë kur shëndeti i tyre kishte filluar të lëkundej. Ai kishte parë se si armiqt presin si shqiponjat për momentin kur gjuetia është e dobët. Prandaj ai fshihte çdo dhimbje, çdo simptom, çdo shenjë që trupi i tij po dorëzohej. Por kjo fshehje kishte një kosto. Stresi i vazhdueshëm, mungesa e gjumit, varësia nga ilaçet e forta, të gjitha këto po e konsumonin nga brenda. Dhe në pranverën e vitit 1997, kur kriza arriti kulmin, trupi i Gazidedes filloi të japë shenja alarmi që nuk mund të injoroheshin më. Kolegët e tij tregojnë se ai kishte filluar të ketë momente kur humbiste përqendrimin, kur dora e tij e djathtë dridhej pa kontroll, kur fytyra e tij bëhej e zbetë pa pritur. Por edhe në ato momente, ai refuzonte të pranonte se kishte nevojë për ndihmë. Ai vazhdonte të punonte 20 orë në ditë, të pinte kafe të fortë për të qëndruar zgjuar, të merrte tableta për të kontrolluar dhimbjen. Ishte sikur ai po luftonte dy luftëra në të njëjtën kohë, një kundër armiqve të tij politik dhe një kundër armikut të brendshëm që ishte trupi i tij i lodhur. Por çfarë ndodh kur një njeri që ka kontrolluar gjithçka për vite me radhë, pa pritur e humb atë kontroll? Çfarë ndodh kur ai që ka qenë gjithmonë hapi përpara, pa pritur gjendet duke u ndjekur? Në muajt e fundit të qeverisë Berisha, Bashkim Gazidede filloi të përjetojë diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë, frikën e vërtetë. Jo frikën abstrakte të humbjes së pushtetit, por frikën konkrete, fizike, të eliminimit. Ai filloi të marrë kërcënime. Jo kërcënime të hapura, ato do të ishin të lehta për t'u menaxhuar. Por kërcënime të koduar, mesazhe të fshehta që vetëm ai mund t'i kuptonte. Një lule e zezë e lënë në makinën e tij. Një fotografi e vjetër e familjes së tij, e dërguar në një zarf pa adresë dërgimi. Një thirrje telefonike në mes të natës, ku dikush thjesht merrte frymë dhe mbyllte. Këto nuk ishin veprime të rastësishme. Ishin mesazhe. Dikush po i tregonte Gazidedes se ai po vëzhgohej, se çdo lëvizje e tij po ndiqej, se koha e tij po mbaronte. Por kush po dërgonte këto mesazhe? A ishin armiq të vjetër që po kërkonin hakmarrje? A ishin ish kolegë që po përgatiteshin ta tradhtojnë? A ishin forca të huaja që donin ta eliminonin para se ai të zbulonte sekrete të caktuara? Apo ishte thjesht paranoja e tij që po e konsumonte, duke e bërë të shite kërcënime edhe atje ku nuk ekzistonin? Një episod i veçantë nga maji i vitit 1997 tregon se sa thellë kishte zbritur Gazidede në spiralen e paranojës. Një mbrëmje, ai thiri në zyrën e tij 3 nga oficerët më të besuar të sigurisë. Ai u tha se kishte informacione se po planifikohej një atentat kundër tij.
Ai u kërkoi atyre të identifikonin burimin e kërcënimit dhe të merrnin masa mbrojtëse. Por kur oficerët filluan të hetonin, ata zbuluan se nuk kishte asnjë informacion konkret. Nuk kishte asnjë raport nga informator. Nuk kishte asnjë përgjigje që konfirmonte një plan atentati. Kur ata I raportuan këtë Gazidedes, ai u zemërua. Ai akuzoi se nuk po bënin punën e tyre si duhet, se po e linin të pambrojtur, se ndoshta edhe ata ishin pjesë e komplotit. Ishte një moment shqetësues. Njerëzit që e njihnin Gazideden si një profesionist të ftohtë dhe të qetë, tani po shihnin një njeri që po humbiste kontrollin, që po shite tradhtar kudo, që po bëhej viktimë e frikrave të veta. Një nga oficerët që ishte në atë mbledhje tregon se pas asaj nate, ai filloi të mendoj seriozisht për të ikur. Unë e kuptova se nëse ai po humbte kontrollin mbi veten e tij, atëherë asnjë prej nesh nuk ishte I sigurt. Sepse një njeri paranojak me pushtet të tillë është më I rrezikshëm se çdo armik I jashtëm. Por ndërsa Gazidede po luftonte me demonët e tij të brendshëm, po ndodhte diçka tjetër që ai nuk e kishte parashikuar. Arkivat po fillonin të flasin. Jo zyrtarisht, ato do të mbeteshin të mbyllura për vite të tjera. Por në mënyrë të fshehtë, dokumente po fillonin të rrjedhin. Kopje të raporteve të shikut po shfaqeshin në duar të gazetarëve. Dosje të operacioneve të fshehta po arrinin te politikanë të opozitës. Lista të informatorëve po qarkullonin në rrjete të mbyllura. Kush po I rrjedhte këto dokumente? A ishin punonjës të shikut që po përgatiteshin për ndryshimin e pushtetit? A ishin ish oficerë që po kërkonin hakmarrje për padrejtësi të kaluara? A ishin forca të huaja që donin të destabilizojnë më tej situatën? Apo ishte vetë Gazidede që po lëshonte dokumente të caktuara në mënyrë strategjike për të mbrojtur veten ose për të kompromituar të tjerë? Një gazetar hetues që punonte në atë kohë tregon se në maj të vitit 1997 ai mori një zarf të madh në pos. Brenda kishte rreth 100 faqe dokumente të fotokopjuara, raporte të shikut për survejimin e politikanëve të opozitës, përgjime telefonike, plane për operacione të fshehta. Nuk kishte asnjë shënim, asnjë letër shpjeguese. Thjesht dokumentet. Unë e dija se kjo ishte një bombë, thot gazetari. Por e dija gjithashtu se publikimi I tyre mund të më kushtonte jetën. Kështu që I fsheja për vite. Dhe vetëm pas rënies së Berishës, kur situata u qetësua pak, unë fillova të publikoj pjesë të tyre. Por edhe atëherë, unë mora kërcënime. Dikush nuk donte që ato sekrete të dilnin në dritë. Këto rrjedhje dokumentesh krijuan një situatë paradoksale. Nga njëra anë, ato ekspononin abuzimet e shikut dhe të Gazidedes. Nga ana tjetër, ato krijonin një atmosferë kaosi dhe pasigurie ku askush nuk dinte më çfarë ishte e vërtetë dhe çfarë ishte propagandë. Disa dokumente ishin autentike. Disa ishin të falsifikuara. Disa ishin të vërteta por të nxjerra jashtë kontekstit. Dhe në këtë det informacioni dhe dezinformacioni, e vërteta po mbytej. Kjo ishte ndoshta trashëgimia më e errët e sistemit që Gazidede kishte ndërtuar, jo vetëm që ai kishte krijuar një aparat represioni, por ai kishte krijuar një kulturë të mosbesimit ku askush nuk mund të ishte I sigurt për asgjë, ku çdo informacion mund të ishte një gënjeshtër, ku çdo person mund të ishte një informator. Dhe kjo kulturë do të vazhdonte të helmonte shoqërinë shqiptare për vite të tjera, shumë pas largimit të Gazidedes nga skena. Por le të kthehemi te pyetja që na ka ndjekur gjatë gjithë këtij dokumentari: kush ishte vërtet Bashkim Gazidede? A ishte ai një patriot që bëri atë që mendonte se ishte e nevojshme për të mbrojtur shtetin në kohë kaotike? A ishte ai një oportunist që përdori pozicionin e tij për pushtet personal dhe pasuri? A ishte ai një profesionist që thjesht ekzekutoi urdhrat e eprorëve të tij? Apo ishte ai diçka më komplekse, një produkt I një sistemi që e formoi, që e korruptoi, që e bëri atë që u bë? Ndoshta e vërteta është se ai ishte të gjitha këto gjëra në të njëjtën kohë. Ai ishte një njeri me aftësi të jashtëzakonshme, me inteligjencë të mbretë, me kuptim të thellë të natyrës njerëzore. Por ai ishte gjithashtu një njeri që zgjodhi të përdorë këto aftësi në shërbim të një sistemi që shtynte njerëzit, që cenonte liritë themelore, që krijonte frikë dhe mosbesim. Ai ishte një njeri që mund të kishte bërë shumë të mira, por që zgjodhi një rrugë tjetër. Dhe në fund, ai pagoi çmimin për atë zgjedhje, jo me burgim apo me gjykim, por me ekzil, me izolim, me një jetë të mbushur me frikë dhe paranojë deri në ditët e fundit.
Kur Bashkim Gazidede vdiq në vitin 2008, shumë menduan se me të kishte vdekur edhe një kapitull i historisë shqiptare. Por ata gabonin. Sepse trashëgimia e Gazidedes nuk ishte thjesht në atë që ai bëri, por në sistemin që ai ndihmoi të ndërtonte, një sistem që në shumë aspekte vazhdon të ekzistojë edhe sot. Kultura e survejimit, kultura e mosbesimit, kultura e përdorimit të informacionit si armë, të gjitha këto janë pjesë e trashëgimisë së tij. Dhe derisa ne si shoqëri nuk do të përballemi me këtë trashëgimi, derisa nuk do të hapim arkivat plotësisht, derisa nuk do të kërkojmë llogari për të kaluarën, ne do të vazhdojmë të jetojmë në hijen e njerëzve si Bashkim Gazidede. Pra pyetja nuk është vetëm kush ishte ai, por çfarë na mësoi ai për veten tonë, për shoqërinë tonë, për mënyrën se si ne lejojmë që pushteti të abuzohet dhe sekretet të mbeten të varrosura. Dhe a jemi ne gati të përballemi me përgjigjet e këtyre pyetjeve, edhe kur ato përgjigje mund të jenë të dhimbshme dhe të vështira për t'u pranuar? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Bashkim Gazidedes pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të regjimit do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Gazidedes dhe bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, te planet e dëshpëruara të Aratisjes, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, le ta quajmë Ilir D, ishte oficeri që shoqëronte Gazideden çdo ditë nga viti 1996 deri në natën kur ai iku nga Shqipëria. Ai ishte atje në çdo takim të fshehtë, në çdo bisedë të koduar, në çdo moment krize. Dhe sot, për herë të parë, ai zbulon detaje që kanë qenë të fshehura për dekada. Në javën e fundit të qershorit 1997, fillon Ilir, Gazidede nuk ishte më njeriu që kisha njohur. Ai kishte humbur peshë, fytyra e tij ishte e zbetë, sytë e tij kishin një shprehje që nuk e kisha parë kurrë më parë, frikë të pastër. Një mbrëmje, pak ditë para se të largohej, ai më thiri në zyrën e tij. Ishte ora 2 pas mesnatës. Ai po diqte dokumente në një kovë metalike. Flakët ndriçonin fytyrën e tij dhe për një moment ai më kujtoi një fantazmë. Ai më tha, Ilir, nëse dikush të pyet ndonjëherë çfarë kam bërë unë këtu, ti do t'u thuash se unë kam mbrojtur shtetin. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Por pastaj ai shtoi diçka që më ngriu gjakun, por e vërteta është se unë nuk e di më çfarë kam mbrojtur. Ndoshta kam mbrojtur vetëm një iluzion. Këto fjalë zbulojnë diçka thelbësore për gjendjen mendore të Gazidedes në ato ditë të fundit. Ai nuk ishte më burri i sigurt që kishte kontrolluar çdo detaj për vite me radhë. Ai ishte një njeri që po përballej me shkatërimin e gjithçkaje që kishte ndërtuar, me rënimin e identitetit të tij, me zbrazëtinë e pushtetit që po I rrëshiste nga duart. Por kishte edhe diçka tjetër që po e torturonte, ndërgjegjja. Sepse pavarësisht imazhit të tij publik si një njeri I ftohtë dhe pa emocione, Gazidede ishte ende një qenie njerëzore. Dhe në ato net të fundit, kur ai mbetej vetëm me mendimet e tij, ai po përballej me pyetje që kishte shmangur për vite: sa njerëz kishte dëmtuar? Sa jetë kishte shkatëruar? Sa familje kishte copëtuar? A ja kishte vlejtur? Ilir D tregon një episod tjetër nga ato ditë që tregon thellësinë e krizës së brendshme të Gazidedes. Një natë, unë e gjeta duke qarë në zyrën e tij. Ai po mbante në duar një fotografi të vjetër, një fotografi të familjes së tij nga vitet 80, kur fëmijët e tij ishin ende të vegjël. Ai nuk më pa kur hyra. Ai thjesht po shikonte atë fotografi dhe lot po I rrjedhin në faqe. Kur më pa, ai e fshiu shpejt fytyrën dhe tha, mos u shqetëso, është vetëm lodhja. Por unë e dija se nuk ishte lodhja. Ishte diçka shumë më e thellë. Ishte pendimi. Por edhe në ato momente të dobësisë, Gazidede nuk harroi kur të ishte strategjik. Ai e dinte se largimi I tij nga Shqipëria nuk do të ishte fundi I historisë. Ai e dinte se do të kishte njerëz që do të përpiqeshin ta gjurmojnë, ta arrestojnë, ndoshta edhe ta eliminojnë. Prandaj ai mori masa të jashtëzakonshme për të siguruar jo vetëm aratisjen e tij, por edhe mbijetesën e tij afatgjallë. Një nga këto masa ishte krijimi I asaj që ai e quante dosja e fundit, një koleksion dokumentesh, regjistrimesh dhe provash që do të shërbenin si siguracioni I tij për jetën. Kjo dosje përmbante informacione komprometuese për dhjetëra figura të larta politike, ushtarake dhe të biznesit, jo vetëm nga Partia Demokratike, por edhe nga Partia Socialiste. Ishte një lloj bombe me sahat që Gazidede mund ta shpërthente nëse dikush do të përpiqej ta dëmtonte.
Ilirde ishte një nga pak njerëzit që e pa këtë dosje, ishte një valixhe e vogël e zezë, e mbyllur me 2 brave. Brenda kishte dosje të organizuara me kujdes, secila me një etiket me një emër ose një kod. Kishte fotografi, dokumente, kaseta audio. Gazidede më tha se kjo ishte polica e tij e sigurimit. Ai tha, nëse diçka më ndodh mua, kjo dosje do të publikohet. Dhe kur të publikohet, shumë njerëz të fuqishëm do të bien bashkë me mua. Ishte një kërcënim i qartë, nëse dikush do ta prekte atë, ai do t'i merrte me vete. Por kush ishin këta njerëz të fuqishëm që Gazidede po kërcënonte? Cilat sekrete po mbante ai që ishin aq të rrezikshme? Një ish analist i shikut që ka studiuar dosjet e vjetra, sugjeron se dosja e fundit përmbante informacione për 3 kategori kryesore të njerëzve. E para, politikanë të lartë që kishin bashkëpunuar me shikun në operacione të dyshimta, duke përfshirë survejimin e kundërshtarëve politik, manipulimin e zgjedhjeve dhe madje edhe eliminimin fizik të disa figurave problematike. E dyta, biznesmena që kishin lidhje me krimin e organizuar dhe që kishin përdorur shikun për të mbrojtur interesat e tyre dhe për të eliminuar konkurrentët. E treta, zyrtarë të lartë të shërbimeve të inteligjencës të vendeve të huaja që kishin infiltruar strukturat shqiptare dhe që kishin manipuluar ngjarje kyçe në historinë e vendit. Nëse këto informacione do të dilnin në dritë, ato nuk do të shkatëronin vetëm karriera individuale, ato do të riskrijonin tërësisht narrativën e historisë së Shqipërisë pas komunizmit. Ato do të tregonin se shumë nga ngjarjet që ne i konsiderojmë si zhvillime spontane politike, në të vërtetë ishin rezultat i manipulimeve të fshehta, i lojrave të pushtetit, i interesave të errëta. Por dosja e fundit nuk ishte vetëm një mjet mbrojtjeje. Ajo ishte gjithashtu një barë e rëndë. Sepse duke e mbajtur atë, Gazidede po bëhej një kërcënim i përhershëm për njerëz shumë të fuqishëm. Dhe kjo e bënte atë një objektiv të përhershëm. Në vitet që ai jetoi në ekzil në Stamboll, ai mori disa tentativa për ta eliminuar. Njëherë, makina e tij u sabotua, frena nuk funksionuan dhe ai përpaksa nuk pati një aksident fatal. Njëherë tjetër, ai u helmua në një restorant, ai u shpëtua vetëm sepse kishte zhvilluar një zakon të çuditshëm të provimit të ushqimit me një pajisje të vogël që zbulonte substanca toksike. Njëherë të tretë, dikush u përpoq të hynte në apartamentin e tij në mes të natës, por sistemi i sigurisë që ai kishte instaluar e paralajmëroi dhe ai arriti të ikte. Këto nuk ishin aksidente. Këto ishin tentativa të koordinuara për ta heshtur përgjithmonë. Por çdo herë Gazidede mbijetoi. Dhe çdo herë ai dërgonte një mesazh të qartë: nëse unë vdes, dosja e fundit do të publikohet. Dhe ju të gjithë do të bini. Por kush po organizonte këto tentativa? A ishte qeveria e re socialiste që donte ta eliminonte një dëshmitar të rrezikshëm? A ishin ish kolegë të tij nga shiku që donin të siguroheshin se sekretet e tyre nuk do të zbuloheshin kurrë? A ishin forca të huaja që kishin interes që e vërteta të mbetej e varrosur? Apo ishte një kombinim i të gjithë këtyre? Një ish oficer i inteligjencës turke që punonte në Stamboll në ato vite dhe që kishte kontakte me komunitetin shqiptar atje, tregon se Gazidede jetonte në një gjendje të vazhdueshme paranoje. Ai ndryshonte apartament çdo 6 muaj. Ai nuk shkonte kurrë në të njëjtin restorant 2 herë rresht. Ai nuk besonte askënd, as shqiptarët që jetonin në Stamboll, as turqit që i ofronin ndihmë. Ai jetonte si një fantazm, duke u përpjekur të mbetej i padukshëm, por duke ditur se dikush gjithmonë po e vëzhgonte. Ishte një jetë e tmerrshme. Dhe ndonjëherë unë mendoj se vdekja e tij në fund ishte një lloj çlirimi për të. Por le të flasim për diçka që rrallë diskutohet. Çfarë ndodhi me familjen e Gazidedes gjatë gjithë kësaj kohe? Gruaja e tij dhe fëmijët e tij mbetën në Shqipëri kur ai iku. Ata u përballën me stigmën e të qenit familja e hijes, e njeriut më të urryer në vend. Fëmijët e tij u përjashtuan nga universiteti. Gruaja e tij humbi punën. Ata u detyruan të ndryshonin adresë disa herë për shkak të kërcënimeve. Ishte një lloj ndëshkimi kolektiv, jo vetëm Gazidede po pagonte për veprimet e tij, por edhe familja e tij e pafajshme. Një nga fëmijët e Gazidedes, që sot jeton jashtë Shqipërisë dhe që ka pranuar të flasë në kushte anonimiteti, tregon dhimbjen e asaj periudhe. Unë isha vetëm 20 vjeç kur babai im iku. Unë nuk kisha bërë asgjë të keqe. Por papritur, unë u bëra fëmia i hijes. Njerëzit më shikonin me urrëtie në rrugë. Ish miqt e mi më shmangnin.
Profesorët në universitet më trajtuan sikur isha një kriminal. Dhe pjesa më e dhimbshme ishte se unë nuk mund të mbroja babain tim, sepse as unë nuk e dija të vërtetën. Ai nuk na kishte treguar kur çfarë bënte vërtet në punë. Ne jetonim në një lloj injorimi të bekuar. Dhe pastaj, pa pritur, gjithçka shpërtheu dhe ne u gjetëm në mes të një stuhje që nuk e kuptonim. Kjo vuajtje e familjes ngre një pyetje etike të rëndësishme, deri në çfarë mase duhet familjet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e anëtarëve të tyre? A është e drejtë që fëmijët të ndëshkohen për mëkatet e prindërve? Në rastin e Gazidedes, familja e tij u bë viktimë kolaterale e një lufte që ata nuk e kishin zgjedhur. Dhe kjo është një nga tragjedi të shumta që lindin nga ajo periudhë e erët e historisë shqiptare. Por historia bëhet edhe më e ndërlikuar kur mësojmë se Gazidede, edhe pse në ekzil, vazhdoi të mbante kontakt të fshehtë me familjen e tij. Ai dërgonte para përmes kanaleve të fshehta. Ai telefononte nga numra të ndryshëm, duke përdorur kode për të komunikuar. Ai madje u kthye fshehurazi në Shqipëri 2 herë, një herë në vitin 1998 dhe një herë në vitin 2000, për të parë familjen e tij. Këto vizita ishin aq sekrete sa as policia shqiptare nuk mori vesh për to në atë kohë. Vetëm vite më vonë, kur disa ish oficer të shikut folën, u zbulua se Gazidede kishte arritur të hynte dhe të dilte nga vendi pa u zbuluar, duke përdorur rrjetet e vjetra që ai kishte ndërtuar gjatë viteve. Por le të kthehemi te pyetja që na ka ndjekur gjatë gjithë këtij dokumentari: çfarë ndodhi me dosjen e fundit? Kur Gazidede vdiq në vitin 2008, ajo dosje zhduku. Familja e tij tha se nuk e gjetën kurrë. Autoritetet turke thanë se nuk kishte asgjë të tillë në apartamentin e tij. Por njerëz që e njihnin Gazideden thonë se ai ishte shumë i kujdesshëm për të lënë gjëra kaq të rëndësishme pa mbrojtje. Ai kishte marrë masa që ajo dosje të mos binte kurrë në duar të gabuara. Disa besojnë se ai e dorëzoi te një person i besuar me udhëzime të qarta, nëse diçka i ndodhte atij, dosja duhej të publikohej. Të tjerë besojnë se ai e fshiu vetë dosjen në vitet e fundit të jetës, duke kuptuar se ajo po e bënte atë një objektiv të përhershëm dhe duke vendosur se ishte më mirë të merrte sekretet me vete në varr. Dhe ka edhe një teori të tretë, më intriguese, se dosja ende ekziston, e fshehur diku, duke pritur momentin e duhur për t'u zbuluar. Nëse kjo teori është e vërtetë, atëherë dikush, diku, mban ende në duar sekretet që mund të shkunnin themelet e pushtetit në Shqipëri. Dikush që po predh. Dikush që po vëzhgon. Dikush që njeh të vërtetën. Por ndoshta e vërteta më e madhe që Bashkim Gazidede na la nuk është në asnjë dosje, në asnjë dokument, në asnjë regjistrim. E vërteta më e madhe është në pasqyrën që ai na mban përpara, pasqyrën e asaj që ne si shoqëri lejuam të ndodhte, të asaj që ne pranuam në heshtje, të asaj që ne zgjodhëm të mos shohim. Gazidede nuk ishte një anomali. Ai ishte një produkt i një sistemi që ne të gjithë kontribuam në ndërtimin e tij, disa me veprime aktive, disa me heshtje, disa me indiferencë. Ai ishte shpreha më e skajshme e një kulture ku pushteti nuk kontrollohet, ku sekretet janë më të vlefshme se e vërteta, ku frika është më e fortë se drejtësia. Dhe derisa ne nuk do të përballemi me këtë kulturë, derisa nuk do të kërkojmë llogari për të kaluarën, derisa nuk do të hapim arkivat dhe nuk do të zbulojmë të vërtetën, pavarësisht se sa e dhimbshme mund të jetë ajo, ne do të vazhdojmë të prodhojmë Gazidede të rinj, sisteme të reja represioni, hije të reja që do të na ndjekin. Kur Bashkim Gazidede u varros në një varrezë të vogël në periferi të Stambollit, vetëm pak njerëz ishin atje. Nuk pati ceremoni zyrtare. Nuk pati fjalime përkujtimore. Nuk pati lule nga ish koleg apo nga qeveria shqiptare. Ai u varros në heshtje, ashtu siç kishte jetuar pjesën e fundit të jetës së tij, i izoluar, i harruar, i frikësuar. Por edhe në vdekje, ai la pas pyetje që mbeten pa përgjigje. Çfarë dinte ai që ne nuk e dim? Çfarë sekretesh mori me vete? Dhe nëse ai do të fliste sot, çfarë do të na tregonte për vitet e errëta të viteve 90, për njerëzit që kontrollonin pushtetin, për vendimet që formuan Shqipërinë moderne? Ndoshta ne nuk do ta mësojmë kurrë të vërtetën e plotë. Ndoshta disa sekrete janë të destinuara të mbeten të varrosura për gjithmonë. Por ajo që ne mund të bëjmë është të mësojmë nga e kaluara, të sigurohemi se historia nuk përsëritet, të ndërtojmë një shoqëri ku transparenca është norma dhe jo përjashtimi, ku pushteti kontrollohet dhe jo adhurohet, ku e vërteta vlerësohet më shumë se sekretet. Historia e Bashkim Gazidedes është një histori paralajmëruese.
Ajo na tregon se çfarë ndodh kur një shoqëri lejon që pushteti të përqendrohet në duar të pakëve, kur ajo pranon që sekretet të mbeten të fshehura, kur ajo zgjedh të mos pyes, të mos hetoj, të mos kërkoj llogari. Ajo na tregon se çfarë ndodh kur ne si qytetarë dorëzohemi nga përgjegjësia jon për të mbrojtur demokracinë, për të kërkuar transparencë, për të luftuar kundër abuzimit me pushtetin. Dhe ajo na tregon se pasojat e këtyre zgjedhjeve nuk janë abstrakte, ato janë konkrete, njerëzore, tragjike. Ato janë familje të shkatëruara, jetë të humbura, shoqëri të traumatizuara. Prandaj, ndërsa ne mbyllim këtë kapitull të historisë, le të mos e harrojmë mësimin kryesor: e kaluara nuk është thjesht diçka që ka ndodhur dhe ka mbaruar. E kaluara është gjithmonë me ne, duke na formuar, duke na ndikuar, duke na kujtuar se zgjedhjet që bëjmë sot do të përcaktojnë botën që do t'u lëmë brezave të ardhshëm. Bashkim Gazidede vdiq, por pyetjet që ai la pas vazhdojnë të jetojnë. Sistemi që ai ndihmoi të ndërtonte u shemb, por elementet e tij vazhdojnë të ekzistojnë në forma të reja. Sekretet që ai mbajti u varrosën me të, por ato vazhdojnë të hedhin hije mbi të tashmen tonë. Dhe derisa ne si shoqëri nuk do të kemi guximin të përballemi me këto hije, të zbulojmë të vërtetën, të kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje, por drejtësi të vërtetë, ne do të vazhdojmë të jetojmë në një botë ku e kaluara nuk ka mbaruar kurrë, ku e tashmja është e mbushur me fantazmat e asaj që ishte, ku e ardhmja mbetet peng e sekreteve që nuk guxojmë t'i zbulojmë. Kjo është historia e Bashkim Gazidedes, hija e vitit 1997. Një njeri që kontrolloi jetën e të tjerëve, por që në fund humbi kontrollin mbi jetën e tij. Një njeri që dinte çdo sekret, por që vdiq me sekretet e tij. Një njeri që ishte në kulmin e pushtetit, por që përfundoi në ekzil dhe në harresë. Një njeri që mendonte se po mbrojte shtetin, por që ndoshta po shkatëronte atë që ishte më e vlefshme në të: besimin, lirinë, dinjitetin njerëzor. Dhe ndërsa ne reflektojmë mbi jetën e tij, le të pyesim veten: çfarë do të zgjedhim ne? A do të vazhdojmë të pranojmë sekretet dhe heshtjen? Apo do të kërkojmë të vërtetën dhe transparencën? A do të lejojmë që historia të përsëritet? Apo do të mësojmë nga gabimet e së kaluarës dhe do të ndërtojmë një të ardhme më të mirë? Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Bashkim Gazidede ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.